Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të hënë ndaj kritikave të ardhura nga partia e re e ish-kryeministrit grek Aleksis Tsipras lidhur me ngjarjet e fundit në Zvërnec. Në një mesazh të drejtpërdrejtë drejtuar Tsiprasit përmes platformës X, Rama ka konsideruar qëndrimin e tyre si një përpjekje për të transformuar një incident izoluar në një kauzë politike me nuanca nacionaliste, duke mos marrë parasysh faktet e verifikuara. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, incidenti në Zvërnec nuk duhet të lexohet si një protestë normale për të drejtën e pronës, por si një situatë e tensionuar nga dezinformimi dhe përpjekjet për të penguar investimet e huaja private që operojnë mbi tituj të rregullt pronësie. Rama thekson se institucionet shqiptare kanë reaguar menjëherë duke arrestuar punonjësin e sigurisë, revokuar licencën e kompanisë dhe shkarkuar drejtorin e policisë së Vlorës duke dëshmuar funksionimin e shtetit ligjor. Çështja është se nuk është as e drejtë dhe as e përgjegjshme të transformosh një incident izoluar në provë të shkeljes së të drejtave të pakicave, të drejtave të pronës ose të sundimit të ligjit. Përkundrazi, të vepruar kështu është e padrejtë, e papërgjegjshme dhe në kundërshtim me vlerat europiane që të dy pretendojmë se ndajmë. Asnjë fushatë e ardhshme zgjedhore nuk mund ta justifikojë një sjellje të tillë, veçanërisht nga një parti e re që aspiron të përfaqësojë të majtën europiane të shekullit të 21, thot Rama në reagimin e tij. Ai nënvizoi se respektimi i sundimit të ligjit është një detyrim kushtetues i Shqipërisë dhe se faktet duhet të përcaktohen nga gjykatat, jo nga deklarata politike të frymëzuara nga agjendat e brendshme të një vendi fqinj. Ai vuri në dukje se minoriteti grek në Shqipëri gëzon të gjitha të drejtat e qytetarëve shqiptar dhe se bashkëpunimi dypalësh duhet të bazohet te faktet dhe respekti reciprok, jo te spekulimet politike që dëmtojnë marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.